Përshëndetje fëmijë, ja ku takuam në lëndën e gjuhës shqipe me temën Lojë në tryezë, rubrika Lexojmë. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi nxënësja lexon tekstin me intonacionin e duhur, u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes, përshkruan me fjalë të thjeshta personazhet, lidh pjesën me përvoja nga jeta e vet. Lojë në tryezë. Kam një motor të vogël që quhet Lola. Ajo të shkrin gazit. Një ditë ishte ulur në tryezë dhe po priste për të ngrënë. Pa pritur, foli. Unë nuk ha bizele, as karota, as patate, as makarona, as vezë. Nuk ha lule lakër, as fasule, as banane, as portokal. Nuk më pëlqejnë as mollët, as orizi, as djathi. Kurrën e kurrës nuk do të fus domate në gojë. Unë ju përgjigja. Është në një fat i madh, sepse nuk kemi asgjë nga këto që përmende. Lola vështroi tryezën. Po këto karotat këtu, çfarë janë? Ti kujton se janë karota? I thash unë. Gabohesh rëndë. Janë rënjë portokalli nga planeti Jupiter. Kurse mua më duken si karota, thiri Lola. Në Jupiter nuk rriten karotat. E vërtetë, tha Lola. Sikur po më prishet mendja ta provoj një, me që vin nga Jupiteri. S'qenë kanë dhe aq të këqija, shtoi duke u përtypur. Charlie, a do të më japësh dhe një nga ato? Dhe bëri me shenjë nga domatet. Si the? Një nga ato atje? Belbësova unë. Po Charlie, një nga ato. Mollët e arta më pëlqejnë aq shumë. Më shkon goja lëng. Ej, Charlie, mos kujtove se ishin domate. Besoj se ju pëlqeu. Personazhet e këtij tregimi janë Charlie dhe motra e tij Lola. Kjo pjesë është tregim pasi personazhet e tij janë real, ndërsa ngjarja mund të ndodhë në jetën e përditshme. Shpjegojmë kuptimin e fjalëve dhe shprehjeve të reja. Më shkrin gazit është një shprehje që ka kuptimin më bën shumë për të qeshur. Jupiter, planeti, trupi qiellor, ai është planeti më i madh i sistemit tonë diellor. Më prishet mendja është një shprehje që ka kuptimin ndërroj mendje. Më pas do të punoni rubrikën Lexoj dhe kuptoj. Ju do të shënoni me vë përgjigjen e saktë. Kush e tregon ngjarjen? Lola apo Charlie? Lola bën naze në të ngrënë apo në veshje? Charlie e detyroi Lolën të hajë ushqim apo bëri një lojë që ajo të hante? Lola kuptoi lojën e vëllait apo besoi vërtet se ushqimet vinin nga Jupiteri? Si detyrë shtëpie në fletore, do të punoni rubrikat Reflektoj dhe shkruaj në faqen 181. Në rubrikën Reflektoj. A duhet të ham çdo ushqim që gatuhet në shtëpi? A duhet të bëjmë naze? Pse? Cilat janë ushqimet që të pëlqejnë më pak? Pse? Ndërsa në rubrikën Shkruaj, shkruaj emrat e ushqimeve që përmenden në tregim duke i ndarë në 2 grupe: fruta dhe perime. Punë të mbarë fëmijë.